Plas Grushti në Berat, punojnësi policisë bashkiake godet qytetarin dhe e hedh në tokë në mes të rrugës. Ditën e sotme një punojnësi policisë bashkiake dhe një qytetar janë përfshirë në një konflikt fizik në qytetin e Beratit. Sheri ka ndodhur rreth 15 minuta më parë pranë Pallatit Kulturës për arsye të paqarta. Sipas raportimeve nga dëshmitar të ngjarjes, i pari që nisi sherin ishte djali i cili goditi punojnësin e policisë. Ky i fundi duket se i kthehet dhe edh për tokë. Rastësisht po kaloja, nuk i pyeta se isha në rreth, por polici ishte bashkiak. Afër ish Pallatit Kulturës tek xhamia e qelloja i çuni përpara. S'kishte faj polici, shkruan një qytetar. Deri më tani nuk ka patur një reagim nga autoritetet dhe nuk dihet nëse polici dhe djali i ri kishin një sherr të mëparshëm apo situata përshkallzoi direkt.